Një dietar islam e ka shkruajt një libër shumë të bukur, Xheneti në shtëpitë tona, xheneti në shtëpitë e juaja. Pra xheneti. Nëse na do me fitu xhenetin atje pra, xhenetin real, duhet me ndërtu xhenetin edhe këtu, me familjet tona, me vlla, me motër, me kushërim, me holl, me kujshi, me njerëz që na rrethojnë, me shok, me dashamirë, mos sjell mirë. Allah e kon njeri mirë, o kon besimtar, nuk kena ditë kur të keqe prej tina. Kështu është besimtari. Dhe është mision i vështirë, po i arritshëm, se shumë njerëz, vallahi hoxh, jetë të fol utopi, jetë të fol diçka të po arritshme, jo, arrihet. Arrihet. Por nuk bën mudërzuar. Qyshin e mova atina, po ai nuk o njëri. A e bone për Zotin? A nuk të mjafton ty Zoti jot? Nësa i ka hinë nga bime, është rras në gjinohe, është problemi tina, nuk është problemi joti. Hasan el Basriu, një dietar i madh islam, një kokë e lartë, një dietar, një dashtën i Allahit, ka thonë, momentin që na japmi sadakan, veprën e mirë, si a qet në dorë, krijesës Allahit, e bën me shpirt e me zemër, thot e ke qit në dorë të Allahut, e ke qit në dorë të Zotit, e ke lënë në dorë të Zotit. Qa bëj? Pak rëndësi ka. Ti e ke bën, bujaria jote, zemërgjërsia jote, mendja jote, është larg pamse, ti nuk je shkurt pams. Ti je më i nderuar, ti je krijesa më e nderuar në sipërfaqen e kësaj toke. E të ka përgëzuar Zoti me shumë të mira. Të ka thënë Zoti në Kur'an, ty o njeri, se ty të kam kriju në formën më të bukur, ty të kam lartësu dhe të kam dhënë mendjen, pra e krijoj njeriun, ja dha mendjen atij, ja dha të shëquarit, të menduarit, të artikuluarit e gjërave. Shpesh herë kur takohena me pale, me pacient, me njerëz ndryshëm, ju them, imagjinoni një moment sikur mos të shikoni, mos dritat e syve mos t'i keni. Çfarë rëndësie do të kishte kjo botë? A do dihet ti dallojnë ngjyrat? Çfarë rëndësie do të kishin gjitha ato makina, gjitha ato shtëpia që i ke bënë për këtë tokë? Gjitha e pasuri që i ke dëpunu në bankën tonë, çfarë rëndësie do të kishte kur nuk shikon ti? Sytë e tu nuk shohin. Çfarë rëndësie kanë ato pare? Pikë rëndësie s'kanë. Hiç. Shumë zëjnë e zero. Andaj pse nuk e falenderojnë Zotin që ti ka dhënë dritat e syve? Pse si thu Zotit, faleminderit shumë, arabët i thonë shukran, shqiptarët i thonë faleminderit, anglesët i thonë thank you, italianët i thonë grazie, janë gjitha gjuhët e botjes që i shprehin falenderim krijuesit, pra e falenderojnë krijuesin, pse? Ja u ka dhënë që të mira.